Ka një gjykim të mbetur pesull, do a thë, sepse kemi gjykimin e votës së shqiptarëve, kemi dhe pastaj ata që numërojnë, kemi pastaj ata që mbas numërimit, siç janë ata kandidatë për deputet që u listuan në këtë rrëfim që sapo dëgjuat, të cilët mendojnë që ka një trafik votash, dhe pikpyetja kryesore është që çfarë po ndodh në të vërtetë. Pra, kemi gabitje apo tjetërsim votash, flasim për Partinë Demokratike në këtë rast, dhe me që kam të ftuar zotin Ali Mehmeti, më mbrëma Ilie. Më mbrëma. Mirësejellë, doktor njohur, dhe një nga kandidatët më brillant, do thoya unë, Partisë Demokratike, një që u shua së mos në zgjedhjet primare, dhe mendoj që ti ke një kauzë që e çon përpara dhe kjo kauzë ndoshta do të jetë shumë domethënëse për të kuptuar se çfarë ndodh me votat në përgjithësi, se dëgjojmë të akuzat e përgjithshme, vjedhje votash e tjerë, por në këtë rast kemi të bëjmë me tjetërsim apo me gabitje. Për të dekriptuar këtë situatë dhe për të kuptuar çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, sepse kemi 120 minuta vetëm me këtë, me votat, me trashëgiminë e Partisë Demokratike, me çfarë do ndodhi me opozitën, do të përqendrohem në këtë minutazh të parë tek zoti Ali Mehmeti dhe ke kauzën e tij juridike për rinumërimin e votave. Supozo, zoti Ali Mehmeti, se jemi njerëz që vim nga një planet tjetër, pa them thojza, dhe nuk dim çfarë po ndodh. Kush është dyshimi jot, sa i arsyeshëm është dhe çfarë ndodh? Unë mendoj pikërisht kundër, mendoj që njerëz nuk vinë hiç nga një planet tjetër. Shko te kafja më afër që ke poshtë shtëpisë, poshtë punës e me radhë. Njerëz janë shumë të qartë se ku jetojmë dhe çfarë realiteti kemi. Është fatkeqësi që neve në 2025 vazhdojmë diskutojmë, bëjmë dot, s'bëjmë dot zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kujtoj që kemi aty në krah Kosovën shumë shtet shumë i ri në kohë, me të ardhurat më të sakta, po shqiptarë janë dhe ata e me radhë, i nxjerrin rezultatet shpejt e shpejt, nuk kanë as kontestim as gjëra, ne po na shkon një muaj nga votimet dhe akoma numërimet nuk janë numërime. Nësi, era sistemi dhe atyre hangën më syne. Era sistemi të sajë... E vërtet është. Po në krasim me këto tonat që nga ka shku sot data 9 qershor, zgjedhjet janë bërë me 11 maj dhe ende KQZ-ja s'arrin dot me numëru votat, këtu diferencat janë mëdha. Ata kanë bërë një numërim, po ti s'je dakord me atë numërim. Jo, kaloj me radhë, po pse s'jam dakord, s'ka ditë me bë herën e parë, se po ta kishin bërë herën e parë në rregull, ne do ishim në rregull.